Mirë dita, atëre po japim disa informacione të dhëna në lidhje me përgatitjet për zgjedhjet e pjesshme për kryetar të bashkisë Tiranë, Vlorë, Tepelen, Matë, Cerrik dhe Berat. Tashmë që edhe zyrtarisht e kemi datën e zhvillimit të këtyre zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka është në fazën intensive të përgatitjes për këtë proces zgjedhor, për dijenin tuaj po dhe të publikut. Për Tiranën janë 13 KZAZ ose 954 qendra votimi, për Vlorën janë 4 KZAZ dhe 232 qendra votimi, pra për Bashkinë Tiranë dhe Vlorën, dhe në vijim për Bashkinë Tepelen është 1 KZAZ e cila administron procesin zgjedhor dhe procesi votimit do të zhvillohet në 22 qendra votimi. Në Bashkinë e Matit është 1 KZAZ e cila do të administrojë procesin zgjedhor për këtë bashki dhe janë 47 qendra votimi. Për Bashkinë e Cerrikut po 1 KZAZ do të administrojë procesin zgjedhor dhe janë 57 qendra votimi ku do të votohet në këtë bashki dhe në Bashkinë e Beratit janë 2 KZAZ të cilat do të administrojnë procesin zgjedhor dhe në total 116 qendra votimi ku do të votohet. Pra në total janë 22 KZAZ të cilat do të administrojnë procesin zgjedhor në këto 6 bashki për një total prej 1428 qendra votimi ku do të votohet. Përsa i përket numrit të zgjedhësve, kemi vetëm numrin e zgjedhësve të datës 11 maj, thjesht si referim, janë rreth 992.103 zgjedhës, të cilët kanë qenë në listën e zgjedhësve të këtyre 6 bashkive në zgjedhjet për Kuvend të Shqipërisë të datës 11 maj. Tirana ka 683.000 zgjedhës, 683.116 të regjistruar për zgjedhjet e 11 majit, Vlora 160.424, Tepelena 11.658, Mati 26.765, Cerriku 35.380 dhe Berati 74.760. Në një vlerësim paraprak që kemi bërë kostove të këtyre zgjedhjeve duke përfshirë personeli që do të angazhohet, identifikimin elektronik dhe gjithë pjesën tjetër të logjistikës zgjedhore, kemi një vlerë të rreth 306 milion lek prafërsisht, por nesër dhe ndoshta deri pas nesër e kemi të finalizuar buxhetin për këto zgjedhje. Kemi përgatitur draftet përkatëse për miratim për Komisionin Rregullator që lidhet me afatet e ndryshme të zhvillimit të këtij procesi, të regjistrimit të subjekteve zgjedhore, fillimin e fushatës. Kemi parashikuar që fushata zgjedhore të zhvillohet nga data 1 nëntor deri në datën 8 nëntor. Jemi në procesin e rekrutimit të personelit që do të angazhohet për këto zgjedhje. Natyrisht që koha është ajo që është, sepse ka përcaktuar kodi zgjedhor që nuk mund të kesh më pak se 30 ditë dhe jo më shumë se 45 ditë për zhvillimin e këtyre zgjedhjeve. Ndaj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe stafi i gjithë KQZ-s është duke punuar thojse 24/7 për të mundësuar zhvillimin e zgjedhjeve me të gjitha standardet, të paktën përsa i përket aspektit teknik, logjistik dhe atij njerëzor. Po, pyetjet. Esin Ekonomi nga Report Televizion.
Zoti komisioner, ju jeni ndjeni me siguri për një debat publik që ka për zhvillimin ose jo të zgjedhjeve në Bashkinë Tiranë, për sa kohë kryetari në ikje po e quaj vazhdon betejën e kushtetuese për këtë çështje. Duke ju rikthyer historisë që KQZ-ja dikur ka patur një rast ku ka injoruar një dekret presidencial vitin 2019 atë të Ilir Metës, a kishte hapësirë që ju të vini në diskutim apo të analizoni vlefshmërinë e këtij dekreti për Bashkinë Tiranë? Ju falenderoj. Komisioni Qendror i zgjedhje ka vetëm një përgjegjësi, organizimin e zgjedhjeve të cilat dekretohen nga një institucion tjetër apo autoritet tjetër publik, sikurse është presidenti i Republikës, sipas një procedure të caktuar vjen edhe ushtrimi i kompetencës së presidentit të Republikës për të nxjerrë dekretin. Dhe them këtë, KQZ nuk mund të vërë në diskutim çfarë është zhvilluar nga çdo pikpamje, po natyrisht ligjore dhe kushtetuese, deri në daljen e dekretit. Detyra e institucionit KQZ-s është që të përgatisë procesin zgjedhor për të 6 bashkitë dhe nuk e ka fare të lejuar të vërë në diskutim dhe të debatojë nga çdo pikpamje vendimarrjet e qoftë institucionit të presidentit të Republikës apo dhe të Këshillit Ministra apo të ndonjë institucioni tjetër. Megjithatë, do të them që rasti sot të themi është pak ndryshe me atë të zgjedhjeve të cilat ju i sollët në referim, sepse atëherë diskutoj për 2 dekrete. Kishte dalë një dekret, doli dhe një dekret i dytë i cili shtynte datën e zgjedhjeve dhe aty ishte diskutimi, nëse nuk gaboj, në lidhje me se çfarë do duhet të bënte KQZ-ja dhe ajo çfarë bëri ishte ajo që duhet bënte apo jo. Me pak fjalë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është në detyrimin kushtetues dhe ligjor për të organizuar zgjedhjet në të 6 bashkitë dhe qartësi, dhe se e kuptojmë të gjithë që nuk mund të përfshihet në gjithë diskutimin e bërë në lidhje me këtë çështje. Ardit Hoxha, Euronews, a do ketë votim dhe numërim elektronik në një nga këto 6 bashki që do të ketë zgjedhje në nëntor dhe nëse po, në cilën nga këto 6 bashki? E kemi bërë një diskutim të brendshëm në lidhje me këtë çështje, pra me opsionin e zhvillimit të votimit dhe të numërimit elektronik në ndonjë prej këtyre njësive zgjedhore, por e para dhe për kohën, ne kemi parë si jo shumë të gjetur nëse do të vendosim për ta vendimin për të nëse do ta merrni për të zhvilluar votimin elektronik në disa apo në një qoftë në njësi zgjedhore, po më shumë për faktin që nëse do të ishte rasti i ndonjërës prej atyre njësive zgjedhore ku më përpara është aplikuar votimi elektronik, do të bënte sens dhe do të ishte me kuptim. Sepse ata do ishin, në këtë rast do të ishin votues të cilët e kishin një eksperiencë të krijuar dhe do të ishte me dobi edhe për ta, por edhe për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, zhvillimi i votimit elektronik në njërin prej këtyre njësive zgjedhore, themi Vora, Kamza apo Bashkia Elbasan. Edhe nuk do kishte kuptim që zgjedhësit të themi të bashkisë ndoshta për njësinë 10 Tiranë, po edhe kjo në situatën aktuale, duke konsideruar kohën, nuk se do të kishte në një vlerë të shtuar. Për bashkitë e tjera, themi Berati, Tepelena, Vlora, Cerriko apo Mati, zgjedhësit në këto njësi zgjedhore tashmë janë familiarizuar me këtë mënyrë votimit me flet votimi dhe nuk shoh ndonjë arsye të çfarëdo llojshme për t'i vendosur ata në një eksperiencë tjetër. Ndërkohë që edhe për KQZ-n, për shkak të ngarkesës që ka ky proces zgjedhor, sepse kemi 2 bashki të mëdha, Tiranën dhe Vlorën,
do na duhet që të kemi fokus të shtuar në të pak në standardit teknik të përgatitjes së këtij dhe logjistik të këtyre zgjedhjeve. Kështu që me shumë mundësi nuk do të aplikojmë, po jemi akoma në një proces diskutimi së brendshmi të paktën, do të diskutojmë edhe me partitë politike, po maksimalisht mund të jetë përsëri zona njësja numër 10 në Tiranë. Zot Celibashi Andon Kello nga ABC News. Në zgjedhjet e 11 majit, të paktën edhe për ju, por edhe për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, vota e diasporës ka qenë suksesi. Le ta themi që edhe ju e keni deklaruar disa herë. Meqense kësaj radhe diaspora nuk do të votojë në zgjedhjet e pjesëme lokale. Nuk e di nëse keni objektiv për të votuar në zgjedhjet e 2027-s, nëse keni plan, por cili do të ishte për ju suksesi i këtyre zgjedhjeve të pjesëme lokale, nëse keni një objektiv? Parashikimi kushtetues edhe ligjor për votimin nga jashtë lidhet vetëm me zgjedhjet për kuvendin dhe pak a shumë kështu është edhe të paktën në njohjen time në zgjedhjet që zhvillohen edhe në vende të ndryshme të botës. Për zgjedhjet vendore përgjithsisht nuk aplikohet votimi nga jashtë, por shumë arsyeve nuk është rasti këtu për t'ju marrë kohën juve dhe të tjerëve. Suksesi ose pritshmëria jon për suksesin e këtyre zgjedhjeve, natyrisht nëse humbsi këtyre zgjedhjeve do ta pranoj rezultatin e zgjedhjeve është maksimumi, por për ne organizimi i zgjedhjeve në përputhje me të gjitha kërkesat se si këto zgjedhje do duhet organizohen nga pikpamja teknike, nga pikpamja administrimi, nga pikpamja e monitorimit, është sukses nëse KQZ i përmbush këto detyrime. Pastaj çfarë lidhet me të tjerët? Lidhet me të tjerët. Do duhet të presim dhe të shohim se si do të jenë zhvillimet politike dhe se si do të jetë qasja e forcave politike të cilat do të marrin pjesë në këtë proces zgjedhor dhe pse jo edhe kandidatëve, të cilët janë kryesorë në këtë lloj gare, sepse votohet për individin drejt për drejt, votohet për kryetarin e bashkisë dhe ka shumë rëndësi edhe ata vetë si individ si do ta qasin këtë garë elektorale. Ne kemi detyrë që të bëjmë punën tonë ashtu se si do duhet të bëhen, të kryejmë të gjitha kushtet dhe të tregojmë që janë kushtet për të garuar për të gjitha palët, pastaj palët kanë ato lirinë e tyre për të dhënë gjykime dhe vlerësime për procesin, edhe për angazhimin në procesin zgjedhor. Pyetje të tjera nuk kemi më sa shoh. Faleminderit, ditë të mbarë dhe fundjavë të mbarë.